Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Visala, ka pranuar para gazetarëve se në QSUT, pas datës 20 prill, nuk do të mund të kryen analiza për të shtruarit, për shkak të mungesës së fondeve. Ajo tha se po mblidhen të gjitha të dhënat dhe do të bëhet më pas vlerësimi për adresimin e problemit dhe zgjidhjen e tij. Ministria gjithashtu tha se qeveria ka miratuar sot disa ndryshime sa i takon funksionimit të Komisionit të Çmimeve të Barnave, që do të rrisin transparencën në përcaktimin e çmimeve dhe do të përshpejtojnë procedurat administrative, do të garantojnë furnizimin e qëndrueshëm të barnave, veçanërisht të atyre që janë të vetmet në treg. Besoj se keni vënë re që në këto kohët e fundit jemi munduar për të mundësuar që të mos mungon barnat, ka pas mungesa siç e thatë juve, por ka pas gjithmonë më pak. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, sigurisht synohet që mungesat të jenë të mos ketë mungesa, më mirë të themi, dhe të gjithë kemi punuar që t'i adresojmë edhe në kohë reale. Domethënë jemi involvuar të tërë bashk si në rregullimet metodologjisë, po ashtu edhe duke zgjidhur problemet konkrete si ekip. Aktualisht po vlerësojmë, kemi të gjitha të dhënat, siç thuhet fuqia e të dhënave shumë e madhe dhe një nga mbase vide nga kjo fushë, një nga metodat që kanë përdorur është mbledhja e të dhënave dhe mbi bazën e të dhënave planifikimi i mirë i shërbimeve, se pa diagnostikuar problemin nuk e shëron dot. Prandaj mbledhja të dhënave, kemi mbledhur të tëra të dhënat për të parë, sepse sigurisht nuk duhet të mungojë analizat në mes të, po edhe jo vetëm në datën 20, por edhe në datën 30, që muaji ka 31 ditë. Dhe këto po adresojmë dhe do ta zgjidhim brenda këtij viti.